Përshëndetje! Sot kemi vendosur të provojmë mochit për herë të parë. Kemi marrë këto mochit me akullore. Nuk e di pse këto ditë For You page im në TikTok ishte vetëm me mochi. Dhe thash, po si ka mundësi që vetëm unë nuk i kam provuar? Ti ke provuar? Jo. Asnjëherë. Kështu që Më provoj çfarë provon ti. do i provojmë për herë të parë mochin me akullore. Këto janë me çfarë janë? Janë me qumësht të freskët, me akullore me shije vanilje, shije shurup me fruta pylli. Kujdes me fruta pylli. Hape kënë deri ta hapë. Shërë se si duke, ndoshta ka njerëz që nuk e kam provuar dhe ne do japim mendimin tonë të sinqert. Si sushi. Këto janë japoneze. Si sushi. Shikojmë, deri tani ngjajnë si të çuditshme, si top. Kam parë që kanë një teksturë si ngjitse. Edhe lexova një kuriozitet për mochi, thoshte në Japoni është një ditë ndërkombëtare për mochi, që ngjihen njerëzit, edhe thoshte që vdesin rreth 100 persona, sidomos fëmijë dhe mosha e tretë, sepse i ngec në Ky mochi me. Me unë, tani sa e tash informacioni. Do na vdesim. Po tani sa pash të informacioni dhe se mos ne vdesim, tani nuk e di. Të postohet kjo video apo jo. Pse dyshisën apo? Shikojnë si është, tregoj? Provoj ti e para. Shikojnë si është. Është e bardhë edhe ka një kështu si ngjyrë. Që nga së ngjitse. Pa hajnë. Që vdesën e para. Të vdesun, ne? Dale. Jo, që nga shumë e mirë. Shumë e shika. Si brum. Si brum i gjallë. Pa pikur. Po më pëlqej ka si shije. Shumë. Që nga e di si është? Është si ato, jo kasatat, po pak a shumë e ngjashme me një akullore me vanilje, një kasat me vanilje. E letë. Po të bini kujdes deri në kashat me fundi. Dhe hava se kam frikë nga këj informacioni që tash. Thoshte vdesin 100 veta në Japoni. Fëmijë dhe të rritur se ngec në fytke. Mos hanë si qesha. Jo. Hava. Po shikon gjithë se që nga shikon më kanë gjithë gishti. Shikon dhe brenda si është. Shumë e mirë. Për mua, çfarë note jep? Po mirë. Çfarë note? 7. Unë jap 8.